Përshëndetje! Mirë se erdhën në Krip dhe Piper. Sot kemi një recetë shumë të ëmbël. Të kemi një cheesecake, jo cheesecake si thonë në restorante. Këtu i themi cheesecake, po është cheesecake. Cheesecake. Recetë tradicionale amerikane, por ama sot kemi një variant shumë të fresht. Në mënyrën e ngrohtësisë, që do të thotë vim nga shumë larg. Aty ku ishon Tajlandi. Do të thonë, erdhën deri nga Tajlanda, ka provuar diçka të veçantë duhet se këtu si recetë. Kemi zgjedhur me një shënim produktet se Cheesecake me arë kokosi dhe lajm. Për 6 persona ju duhet 150 gram biskota me kakao, 50 gram gjall, 150 ml pana, 125 gram krem djathi, 70 gram kos me vanilje, 50 gram sheqer, 8 gram gelatin, 2 lajm, 1 arë kokosi, 20 gram kakao. I morë shënim gjitha ingredientet që na duhet për recetën e sotit, shumë bukur. Tani ja ku fillojmë direkt. Thjesht duhet pak gelatin peshku, të gjete te marketet Konat, te sektori i ambelsirave. është koll peshku, gelatin, Gelatin peshku quhet, është fantastike për ambelsirat. për ta piksur, mos e egzagjeroni, por pasi që kemi dhënë është e duara. Është e duara. Pana kemi lajm, art kokosi, edhe këtë për ta thyer, bëni gati çekiçin, sharren, nuk e di diçka, do gjejmë një mënyrë. Një taktik më të lehtë, më thik. Krem djathi, sheqer, gjallë edhe Philadelphia. Por veçantë ka dhe kosin me vanilje. Me vanilje. Që është shumë i mirë. Edhe tani ja ku fillojmë direkt. Unë po grej lëkurën edhe po shtrydh langun e lajmit. Po bla. Do të marrim edhe gelatinën pak ta vëmë në ujë. Po, sepse është gjëja principale që të shkrihet shumë pak. Të me thonë ujë të ftoftë, mos e futin gelatinën në ujë të ngrohtë, se ndryshe do zhduket dhe nuk do gjeni më. Kështu që mjafton shumë pak ujë. Pak ujë, që thjesht të zbutet, shkrihet sa më shpejt të djathi. Të kremi djathi që do bëjmë. Okej. Ja ku kemi. Dhe në një tigan. Ha. Edhe gjethet i ndajmë një nga një. 1 flet, 2 flet, 3, 4, 5, 6. Edhe rrinë aty në ujë. I vendosim brenda në ujë, okej? Që të zbutet sa më shpejt, vendosim këtu. Të gjithë produktet do t'i bashkojmë në një tigan, këtu, që do të thotë, do të hedhim panën. Kremin e djathit. Edhe lëpirësen, që mos lejmë asnjë gjë në tas. Kur provoni këtë recetë do ndjeni në vendet të ngrohta. A do të ftofti këtu që na kanë ngrit tubat, na kanë lanë pa ula një javë. Na kemi bë kore kështu. Edhim po shakaze. Edhim sheqerin. Jemi lanë saf. Kosin me vanilje. Ola. Philadelphia. Okej. Edhe lajmin, që lajmi është, mbase nuk e njihni gjithë, është tip limoni, është zakonisht e njohin ato që bën mojito. Si, kjo është shumë e rëndësishme, nuk është limoni pa pjekur. Lajmi është i familjes limonave, po është lajm, nuk është limoni pa pjekur. Vjen në vendet shumë të ngrohta, do në eksportohet. Ekzotike, eksportohet. Në Shqipëri nuk e gjejmë, prandaj importohet kur vjen. Kështu që me mbaj mend atë import-export. Import-export, s'ka gjë me kuptuar, që nuk është limoni pa pjekur, është lajm. Atëherë në një flak shumë të ulët, mesatare. Okej. I shkrin gjitha bashk. Ja ke edhe lëkurën, tani do të bëj edhe langun. Lëkurën mos harroni vetëm pjesën e jeshile të lajmit. Mos se grini pjesën e bardhë, se nëse e bardhë e limonit është shumë e hidhur, kjo e lajmit është 3 fish e hidhur. Tani do e presim, çup. Dhe do i marrin sukon. Do të keni lëngun, do të keni shumë kujdes se lëngun do i hedhni në fund fare, sepse lëngu nëse ngrohet i lajmit ka vetin që i aftësohet, bëhet shumë i hidhur. Bëhet shumë i hidhur. Do të thonë receta shkon dëm automatikisht. Opa, edhe e shtrydhim. Mjafton 2 lajm sepse lajmi është shumë i fortë. Ka një aromë karakteristike të tij, që është i fortë, por është shumë nice. Shumë i këndshëm. Është shumë i freskët. Hoppa. Yes. Edhe tjetër. Kur
Kur shikoj këtë arra kokosi, më duken ato kokot e freskët që hajnë në Tajland. Qyr zotit nuk më ratë në një kokës, sepse rria shpesh në poshtë palmave. Sigur e bërë filma gazmor, kur kalon në poshtë palmave, tong pi arra kokosit, edhe bjetë pikët. Po kishin një di shumë bukur se tajlandezët i merrnin freskën në mëngjes dhe i shërbenin gjatë ditës gjitha. Fantastike. Nuk manin asnjë, domethënë që shkon të dam. Bravi. Kupla. Nëse nuk dini ku me gjetë arra kokosit dhe marketet Konat, gjeni çdo lloj produkti që ju duhet, edhe mos harroni se deri me datën 26 keni oferta fantastike, kështu që nxitoni, vraponi me vrap. Të provoni nga recetat tona, të produktet më të mira në treg. Ola. Uso lodha. E shtrydha jasa pak dole, pak lang dy lajm. Atëherë, tu e arome fantastike kemi gati, hedhim lajmin dhe gelatinën. Tani, e rëndësishme është gelatinën të shkrim direkt dhe sa kremi djathë dhe është ngrohtë, edhe pastaj sa e fikim zjarrin, pap, I hedhim direkt supën e hedhim lajmit. lëngun e lajmit. E shtrydhim shumë mirë nga uji. Edhe merrni gjithë gelatinën, nëse kur zbutet bëhet pothuajse transparente dhe nuk dallohet fare me ujë. Edhe ja ku kemi. I hedhim një nga një dhe përziem. Opa. Jep. E përzim derisa të shkrihet. Gelatina e shkrim me temperaturë 60 gradë, kështu që nuk ka që nevojshme që kremi djathtë që të valojë. Kështu që Thjesht të nxehtë. ngrohtë. Shkrihet pa pikë problemit. Okej, për siguri pastaj kontrolloni mos ka gelatinë tjetër, nuk ka. Edhe ashtu jemi në rregull. Mos e pini kështu direkt ujë. Se po e pini të bllokohet digestioni. Komplet. Dhe? Provoj pak atë? Po? Ole. Spektakël, shumë i ambët, shumë Dhe i mirë. tani, me që u ka shkrirë gjithë gelatina, Sa është gelatina, heqim nga zjarri, nga flaka dhe e hedhim duke supën e përzyer lëngun e lajmit. Fantastike. Ka me vërtet diçka e veçantë se bashkosh lajmin me kakao dhe marku kosit është. Të dalin fantastike. O do na pëlqej o nuk do na pëlqej fare. O do e pëlqej, po ju pëlqej o do të shkoni në Tajland gjithë. Okej. Ja. E lemi janë dhe përgatisim Tani direkt kotën. një tigan. Ndesim sopën, ngrojmë shumë mirë tiganin edhe i vendosim gjalpin vitam. Duke shkruar Dhe sot kemi zgjedhur disa biskota fantastike në Konad. që të bëjmë një bazë çuditshme ndryshe. Kemi frulini me kakao, gjeni në marketet Konad, janë shumë të Janë me mirë. vërtet shumë të mirë. Edhe për recetën tonë janë fantastike. Ka duhet 50 gram. 150 gram biskota. Tani do të shikoni muskujt që të gluni vetë biskotat, i grini. Tani. Okej. Yes. Vaj Arti, ty të pëlqen palestra në muzhinë. Ola. Do të coptoni gjitha biskotat. Opa. Hop. Merrni një biskot me radhë, se po merrni 5 biskota për herë, nuk e theni do. Ose me arre kokos. Bam, 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 bim, bam. Nga kati 5, ti në arre kokos. Me gjithë biskota bashkë, biskota do grinë, arre kokosit do hapet. Do thonë një rrugë dy punë. Jo se bëjmë shaka, mos i bëjmë këtë gjëra se nëse kapi dikush në kohë nga pavati me arre kokosit, keni të vdekur me siguri 100%. Ja dhe i grini me dorë tani kështu. Shumë fuqishëm. Si ka thënë, atë do të i grim një nga një, si ka thënë dhe Skënderbeu. Merrni kështu cikadent, nuk kështu një stikadent, thyet. Merrni 5, nuk e thyen dot. Kështu është edhe me biskotat. Pse s'te ka pas stikadent në kohë Skënderbeu? Ka një shkop. E bërë në mënyrë moderne. Apo ka qenë nga do thupra? Po. Si më rrifte mami, nuk kam qenë një vogël, ping, pum, pam. Dhe unë prit se e kanë emra ato cingla, jo. Se vajme? Vetëm me di që kur tak takon të kam asë në djekë të zot. Ajajajajaj. Okej. Vazhdoj me gri me dorë. Okej, po ndihmoj edhe unë pak. Vetëm me një dorë, se dorën tjetër mbajnë kështu. Rezervë. Rezervë.
Bas gishtit, se akoma se kam në formën 100%. Po shumë shpejt do ta ke. E grim shumë mirë. Pra, kemi në këtë recetë kemi kokosin, kakaon, kemi çdo produkt që kujtojnë vendet ngrohta. Janë gjitha Që rriten vendet ngrohta, vanilja, vanilja 1, kakao 2, lajmi 3, gjitha gjërat që janë importuar kokosit, nga larg. Dhe duke një shije komplet ndryshe për cheesecake-un tuaj. Mos hajeni të cheesecake-un klasik me fruta pylli se na ka lodhur. Ka 10 vite që dëgjohet vetëm cheesecake me fruta pylli. Pylli. Ja. Gjithë pak këtu që të ndihmoj do. Okej, bëjmë gjysma. Okej. Po sa bukur, mu ngelen në to cheesecake-n të tjera. Ma bëri me ile kësa radhe. Tek. Ja. Pra, aktivizoni, është sikur të buluash tokën. Po ndryshe, mund të merrni biskotet, i fusni brenda një qese, edhe me atë uklajien apo Petersin si quhet. Bam, edhe grini për 2 sekonda. Por sot i kemi dhënë një ditë pushimi komshiut. Si. Dhe do ta lëm flegju. Sa do të s'ka problem. Na kontaktoj vetë përpara, tha se Jruta, mund të flegju më sot? Ola. Ja, këto janë gati që ato? Paka shumë e gati, s'ka rëndësi, mund t'i lejnë dhe pak granela të vogla, kështu kokriza. Se normalisht do ndjenë edhe pak pjesa kerce, nuk do jetë vetëm pjesa e pluhurit. Okej. Edhe? E ndezim gjalpin edhe i herë. I kalojmë në një tigan. Ja, t'i le këtu. Edhe ndërkohë këto do i bashkojmë me gjalpin. Edhe pastaj kemi një problem shumë të madh tani. Se ky është vërtet problem. Tani dy janë gjërat, o do thehet thika, o do thehet ara kokosit. Me thik, me pjesën e pas me thikës, jo me pjesën përpara, do fillojmë ta godasim. Do të godasim gjithandej rreth rrotën nga pak. Sa po tham që nuk do i bëjmë shumë komshiut, s'ka problem. Okej, ndryshuan vendi. Ja filloj duke nxjerr ujë. Opa, gjithmonë në një vije, ople. I kollojmë ujin, që mund ta filtrojmë pastaj, mund ta pimë se është shumë i mirë, shumë i freskët. Hop. E hapim pak mendimin e thikës. Okej. Edhe nxjerrim ujin arës kokosit. Gjithë ujin, edhe marrim vetëm pjesën e brendshme. La. Sa mirë është të provoj pak? Nga uji kuptohet nëse arra kokosit është shumë e freskët, edhe kjo që nga jo e freskët, po fantastike. Shumë më mirë se e freskët. E pastaj vazhdojmë me them pak. Që ka ndajmë nga levozhka. Një levozh shumë fort. Të bëni pak pizveni, po s'ka problem. Sepse receta juaj pastaj do jetë shumë e mirë. Këtu i kemi edhe biskotat pothuajse gati. Ole. Ja, kemi. Pra, edhe biskotat me gjalpin i kemi gati. Do thonë, i bashkojmë gjitha këtu. Kemi kremin, biskotat, presim vetëm arrën e kokosit. Është shumë e thjeshtë, shumë e shpejt. Shumë e mirë. Edhe shumë e mirë. Baj! Theu ma! Që qërë si thamë se do zgjëm komshiun. S'ka vërë, nuk ka zhurë kjo. Kam frikë se do thehet thika tani. Okej. Pra, pjesën që marrim brenda, e shpërlajmë pak sepse nga ciklat e jashtme mund të kenë hyrë brenda. Që mos theni dhamë se pastaj duhen një 3-4 mijë euro të dentisti. Pra, shpërlajmë pak kokosin, se nga mos të ketë marrë ciklat, ku e rrifnim nga pjesa e jashtme. Edhe pastaj na duhet qirusi patatës. Me qirusi patatës dhe bëjmë kështu fije. Pa qirojmë të gjithin. Mund të qirojmë të këtë tasi që kemi përdorur për të thyrë biskotet, nuk ka që dhe problemit. Që mos bëjmë edhe shumë pis. Eko, fije të holla. Të holla, kujdes edhe dorën, sepse këto prepset janë shumë. Dhe thënë, të prepset janë shumë të këqia, sepse
produktin ndonjëherë me zore qërojnë, po ma gishtin. Atë e qajnë me lot. Prandaj, kremin e kemi gati. Gjithë aroma e vaniljes, lajmit. Dhe sot do i bëjmë një shërbim shumë delikat. Nuk do ja shërbejmë si gjithmonë cheesecake-un që shikoni nëpër torta, shumë me feta. Sot do e shërbejmë në mënyrë dekorative. Do shërbejmë në gotë. Në mënyrë shumë fine. Gotë vere. Në për gotat e verës. Kjo është shumë fantastike për Që këtë kemi punë. këtu. Imagjinoni një cheesecake shumë bukur këtu. Jo. Ole. Ara kokosit ka vlera me vërtet ushqyese shumë të mira. Në tajlandezët e përdorin edhe në për ushqime, domethënë te spaghetti, nuk e përdorin vetëm për ëmbëlsire, përdorin edhe në të kripura. Kështu ti mund pëlqen shumë ara kokosit edhe ne do thej edhe tjetër Sepse është një frut e dua shumë. dhe mund të hahet edhe thjesht nga crudo, siç është. Ola, nxjerrim edhe tjetrën. Ja kështu, po të shikosh kështu duke si majmun. Po, sikur të shikoj. Po dy shyrën një gojë të voçkët, po. Ta thej edhe këtë se duhet të bëjmë cheesecake për të gjithë. Ula. Edhe je komshiu. Vaj, do ta bëjmë të zgjohet gjithçka sot. Hola. Pam, një kol po shu të sakt edhe Pak gaxhita. ole. Ja ku thyet vet, tak. Edhe një herë lëngur. Ola. Lëngur mund ta përdorim për një koktel fantastik. Mund bëni një koktel fine. Me lajm, Pak me lajm, pak me lëng kokosit, jepni pak vodka, spektakël. një fet limon sipër. Vodka ruski. Mos u bëni tap, veç keni kujdes, Do thonë, bëni finta sikur e pini ju vodkën, jepja një tjetër. Hop. Edhe e ecim ka lëkura. Ka lëvolga e fort. U hapo ba. Jepi. Opa. Ole. Ja. Dhe e presim me feta. presim për feta, unë po qërë gjithin. Hop, hop. Hop. Nuk jam shumë Bezeti aktiv. këtu. Sa i mirë që është. Arë kokoja në vërtet. Kënë të shqikat. Mos harroni të shpërlani. Gjithmonë. E shpërlaj. Vetëm se ka një veti ara kokosit, se kur e han një copë, do një orë. Do një orë me rrëve. Dhe e djetë. Pra Ta kaloni ne poshtë. ka një konsum. Dhe më thonë, qëftë ne tani do hajmë një copë, për 5 minuta nuk do gjojmë. Edhe me radha gjo. Hajmë pak unë në njërë ti. Ta këtu mund të përdori nuk e di. Mund të bëni një këshu me lule. Me lule ose vem në qiri mrenda, Me qiri. ose mund të përdoni për me shku në cigarin të shtëpia. Okej, keni kujdes me thikën gjithmonë. Ose të kërcejnë e gjo, presim në gisht. Pra, i bëjmë fije. Opa. Sa çmuar është kjo qërusje patatet, bën gjithçka me të. Qëron patate, qëron mollën, qëron ara kokosin. Qëron Të gjithçka. gjë, bashkë e bukur që nuk është thjesht i qiron. Sepse ne sallatet e fundit që kanë dalë modë tani, prejnë gjitha feta shumë të lezetshme, e Karrota. që të prezantosh sallate ndryshme. Selinon, bën gjithçka. Është fantastike. Thjesht nuk është e thonë që një gjë duhet vetëm për të bërë këtë gjë. Mund të përdoret, të imagjinohet për të përdorur për diçka tjetër. Së mos në kuzhinë që a keni fantazi, edhe mjafton. Pas e po vazhdoj unë qiroj ca, kur të qërë të qiruset, edhe pastaj tani direkt do fillojmë Të bëjmë kompozimin e gotë. gotës dhe të jetë diçka e veçantë. Për çdo rast që ju do të keni, ju ja sugjerojmë këtë se është një ëmbëlsirë super. Opa. Nga do hëngër. Mjaft hëngër. Oka. Tani, marrim dy gota. Pra,
Kremi gjatë kohës u ka ftohur pak, dhe më thonë, por ftoj më të madhe të kalojnë frigorifer, se don pak të 1 orë gjysmë 2 orë që të rritë pushoj. I edhim kakaon, me biskotën edhe me gjalbin që kaluam t'i ga. Ndërkohë, unë... Me tip. I edhim pastaj gjithë kremin. Ole. Unë po i bëj pak më fine, ju sasin hidheni vetë sa të keni oreks. Se këto gota duken vogla kështu, po mbajnë shumë. Po mbajnë goxha të mdha. Tani kalova po. Sa mi çesh kjo. Fantastike. Arën e kokosit e majm do e vendosim në fund. Thjesht do i shoj pastaj që tani pak sheqer pluhur. Edhe cheesecake-un do vendosim në frigorifer që të pikset. Në frigorifer që të pikset. Për të paktën 1 orë gjysmë 2 orë. 1 orë gjysmë 2 orë, varet nga Sa ftoftë është frigoriferi. Edhe e ftofim direkt. A pastaj do kemi gati për të dekoruar dhe për të provuar. Hopa. Jep. Edhe këte. Voila. Dhe nuk banë këtu, do të tregojmë pastaj se si dekorojmë pjesën e sipërme. Tada! Ora. I edhim dhe pak biskot nga sipër, para se t'i edhim arën e kokosit. Është shumë kremoze, pse kemi hedhë pak gelatin. Edhe arë e kokosit sipër. Voila! Të freskët, të ndjehet dhe freskia. Pra, edhe në fund fare, për dekor, pak kakao pluhur. kakao pluhur. Edhe Uopa. Cheesecake-u është gati. Hopa. Tada! Si thot, chin-chin. Chin-chin. Cheesecake me arë kokosi dhe lajm. Për 6 persona ju duhet 150 gram biskota me kakao, 50 gram gjall, 150 ml pana, 125 gram krem djathi, 70 gram kos me vanilje, 50 gram sheqer, 8 gram gelatin, 2 lajm, 1 arë kokosi, 20 gram kakao. Receta shumë e mirë, është shumë fantastike, me një shije shumë të veçantë dhe është shumë e Shumë thjeshtë. e freskët. Pra kjo është receta jonë për sot. Provojeni sepse ja vlen me vërtet. Edhe do ndiheni me pushime, edhe kur jeni në shtëpi. Kështu, si në Hawaii. No, edhe një arë kokosi me një koktel dhe jeni në rregull. Ne shihemi çdo ditë në orën 6 krip dhe piper në INTV. Në INTV mos harroni, Receta super si nga gjithmonë. Alpja dhe Indriti. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshi. Ciao ciao.